Objektivi ynë është 40.000 vota Ilir Meta në Tiranë, minimumi. Po tani të shikoj këtë djalin dona, kryetari këshilltarëve tanë, dal aty, e kishin nxjerrë sot se marrin edhe për veshje e lënë në fund të rreshtit. E pat sot e kronikat, e kishin lënë në fund të rreshtit. Tani. Po çfarë them tani? Se di, të zi çfarë them të rast, por besoj dhe ju duhet jeni se dhe politika në fund ka një moral. Jo, për në momentin që ti e përjashton tjetën, ai mund t'i kutojmë. Ai thonë kam përjashtu. Ai në këtu studio ka thënë që unë jam kërcënuar. Indicie janë që dikush edhe e ka goditur. Nga Altin Dumani vetëm, se ai thotë nga Ilir Meta. E ka kërcënuar Ilir Meta atë. Po ka Ilir Meta pra. E ka kërcënuar njëri se ai është dhe qesharak, është bërë fiksi lule si ballokume. Qofse mund ta ketë kërcënuar dhe mund ta ketë marrë penkësh Altin Dumani dhe kjo është akuzë e rëndë që ai i bën Altin Dumanit. Sepse është i vetmi njeri që ja doli që këtë djalë ta transformonte brenda ditës nga PL-ja te PS-ja tani. Po, Skënder. Dashamirësisht ish kolegu ton gazetar, unë do t'i kujtoja vetëm diçka. Nëse PL-ja realisht ka të dhëna që merr 40.000 vota në Tiranë. Po ky është objektivi jo. Dakord, objektivin tjetër. Atëre zoti Blushi nuk do t'ishte nevoja fare që ju t'ishit në listë të sigurt bashkë me një kolegën tuaj. Merisa. Atëre do t'i binte që fare mirë, aty ku ka vajt Ilir Meta, nëse janë këto vota, i merrni, dilni të nderuar, madje me sfidë, dilni siç ka dalë PL-ja, ish LSI-ja në të gjitha. S'të le sistemi, Skëndera. Më fal. S'të le sistemi. Jemi në të njëjtin sistem si 2021 sokol. Dhe në 2021... Jo, se janë hapur, është jo gjysmë hapja, gjysmë mbyllja që e komplikoi që formulën. Dakord, vetëm se është problemi këtu së pra mund merrte Ilir Meta 40.000 vota, patjetër. Po nuk mund të shkonin pastaj tetet apo Eris, do ngeleshin prapë Ilirit. Patjetër. Apo jo, kam përshtypjen që është komplikuar. LSI-ja, ta mbaroj lutem. LSI-ja e bëri sfidën 2021 dhe ka marrë plot 107.000 vota. Po ishte ndryshe. Më fal, di që është ndryshe. Problemi këtu është, nëse është kjo përkraje, atëre ti e sfidon, sepse ka pas parti dhe unë e di dhe respektoj dëshirën e ish LSI ZPL-s për të pas një sistem elektoral ku listat e hapura të kenë predominancë me listat e mbyllura dhe kjo është vërtet e respektueshme. Problemi është që me këto lloj shifrash dhe ne fillojmë pjesën e dytë të emisionit duke atakuar një person. Tani partia që shet 40.000 vota në Tiranë nuk merret me Indrit Barimllak. Jo, nuk merret, por nuk merret dhe as kisha ndërmend. Sepse janë kontrastuese. Me që më pyeti kolegu Leka, as kisha ndërmend të merresh fare dhe as jam marr asnjëherë, por unë i detyrojmë votuesve të Partisë së Lirisë, bën derë, po ta ngrini stekën. I detyrojmë një sjarim të gjithë atyre votuesve të Partisë së Lirisë që kanë sakrifikuar që ky djalë të bëjë deputet, që ky djalë të bëjë këshilltar në Bashkinë e Tiranës, që ky djalë të bëjë kryetar i Këshillit Bashkiak të Tiranës. Sepse me të drejtë thonë, çfarë keqe i bën me këtij, përkundrazi, votuesit kanë marrë postat më të rënda, shkaqime nga puna. Nuk ka mundësi të përgjigjet, por ka mundësi të shmangemi asaj, jo, as dua të merrem më dhe jo të shmangemi që ta mbyllim se s'ka më të sjell, tani Teri, i detyrojmë antarësisë së Partisë. Un kam një pyetje tjetër. Mobilizimi që ju thoni ndjes nuk do ju kisha besuar po të ma thoni vetëm ju, por duke parë lëvizjen e Ilir Metës, tregon që ka një lëvizje brenda partisë tuaj dhe ka një përpjekje që Partia e Lirisë të profilizohet si një parti që ekziston jashtë dhe pavarësisht koalicionit me Partinë Demokratike. Kam përshtypjen, nuk më korrigjoni nëse jam gabim. Koalicioni ishte mënyra e vetme për të maksimalizuar votën dhe unë jam kot teksova që ne do t'i dhuruajmë këtij, pra do të bëjmë të pamundur që ky koalicion të fitoj 20 mandate në Tiranë, mbështetur mbi këtë pritshmëri votuesis që ne si forcë politike. Ç'a ndodh në raportin, sepse dy variantet janë. Një variant është i fitores zgjedhjeve dhe një variant është jo i fitores zgjedhjeve. Për ne ka vetëm një variant, fitore dhe nuk mendojmë asnjë. Ne që i shohim gjërat nga jashtë, ne shohim që ka dy variante. Pastaj nuk i besoj sondazheve më. Juftoj të dilni nga studio dhe të takoni njerëzit. Po, i kemi takuar pa merak njerëzit. Jeni të bindur që është tjetër atmosferë,
fryma e fitores ndihet kudo në Tiranë dhe në bindur në të gjithë Shqipërinë. Okej, besoj dakord. Nuk është propagandë, se unë nuk jam nga ata që... Tash ti je politik, ti je politik, ti je politik, ti je politik. Ne jemi gazetarë. Ne nuk e tham. Unë po inseroj. Ne jemi gazetarë dhe e vërteta është që situata sigurisht do ishte më ndryshe nëse situata e leadershipit të opozitës do ishte pak më ndryshe se ç'është sot. Sepse ky ka qenë qëllimi pra të Po ju godasin sot keni kandidat për Ilir kryeminist e një 81 vjeçar. të godasin Sali Berishën me një përsi morale ti nuk e dia, ti se 40 apo ti më pak. Me një 41 me një e përsi morale si nata me ditën me Edi Ramën. Jo, dakord, unë jam dakord që këtu jemi të besoj të edhe ne që me cili edhe për Berishën e keni këtë? Berisha ka përsi morale. Te Berisha Mosha nuk A mund të të kujtoj një gjë të vogël fare? Ky se ka për Moshën, unë e kam për Moshën. Vetëm Mosha nuk mund të Edi, të lutem, mund të kujtoj një gjë të vogël se tani nuk dua ta përmend shpesh që je gazetar, po realisht i bëj thirrje edhe atij lloj instikti. Se nuk e shon gazetari pa sukses shumë për gjë. Po pra, prandaj. Prandaj po ta bën thirrje. Mos na bëj të piklohemi që gazetaria humbi gazetar të mirë dhe fitoi politikan pak të mirë se gazetar. E vërtet, po. Tani ideja është tutet, lutem. Në qoftë se një maxhorancë dhe po ta them me qetësim më të madhe. Në një ngjarje tragjike i ndodh që shteti i saj vret njerëz dhe futet natën dhe fshin kamerat e godinës kryeministrisë, për mua kjo është rrethanë skualifikuese që mos të aplikosh më kur për atë godinë. Për atë vend pune? Absolutisht. Për atë vend pune duhet të jesh i skualifikuar. Normalisht. Si individ, po duhet pak apo gjithë si formacion? Jo, fal, nuk të lutem. Tani mos bëjmë Nëse kryesor forcën politike, ti nëse maxhoranca jote ka qenë në qeveri ku ka ndodhur ky incident dhe mbas këtij incidenti ka ndodhur ky lloj reagimi, mendimi im është të skualifikon kjo punë, të zhveshësh kamerat e godinës. Kaq, nuk i hyj më pastaj unë, sepse realisht këtu pastaj futemi në jo puçi, jo këtej, jo ande, edhe ti ke qenë puçist sokol disa kohë. Po pastaj u rehabilitova. Do të jap një argument. Kaq, unë nuk shtyja më këtë tjerat. Të gjithë grupin e zjarit, 20 janar, sot i ke kandidat për deputet Tedi, kjo bën Ramën më të keq. Një është Lulbash. Lutem. Ramën e bën më të keq. Berisha se bën më të mirë. Komandantët e grupit të zjarit i ke me Edi Ramën. Lutem. Kjo bën Ramën më të keq. Edhe me Lulin thotë se polis të bashkën ata. Më fal. Jo, thash një është me Lulin. Si lëvizin fare, më ke shumë drejt për atë. Po kjo bën Ramën më të keq. Po jo Berisha më të mirë. Po nuk ka qelluar Sali Berisha. Ata që kanë qelluar, sot i ke tek Edi Rama dhe familjarët. Me se kam ndjekur mediat, familjarët e viktimave të 20 janarit kritikojnë sot Edi Rama, or si ka mundësi që këta që na vranë të afërmit ti ke futën listat dhe ky është fakt. Në rregull. Gjithë grupin e zjarit, sot ata që kanë qelluar dhe gjithë familjarët e viktimave. Më thuaj ludhem kush fiu kamerën, duhet ta rregullojmë me të tjerat unë. Shevin në rregull me ata që qelluan i ke tek lista e Edi Ramës. Ka një gjë, urdhrin unë, ti dhe shumë shqiptarë mendojnë që ka ardhur nga zyra kryeministrit, Zoti Berisha dhe 2 emisione me mua në dhjetor 2016 dhe prill 2018 ka bërë disa pojime të forta. Vetëm akuza penale le t'i gjejnë. Ata që duhet ta kishin dorë dhe ta kishin pagu. Le ta gjejnë. 3 veta. Një antar i grupit zjarrit, një komandant i grupit zjarrit, i treti, personi IT-s kryeministrisë sot kandidon me Bashën. Nuk i bën deri Edi Ramës. Puna është se nuk rehabiliton kraun tjetër. Kjo nuk i bën deri Edi Ramës. Kraun tjetër nuk e rehabiliton. Jo, ai që ka dhënë urdhrin në shkruajt opozitës. Vetëm që ke diskutimi moral te pjesa e 20 janarit, tu na hahet barku. Këtu jemi ke diskutimi penal ose gol se këtu moralisht politikisht këtu janë për të mos hyrë fakti që ishte Edi Rama që këtu jemi ke penal i vrau tani se Edi Rama ishte. Edi Rama i vrau? O Tedi, tani se ne jemi mirë. Ti bën shumë mirë që... Kush i shtyu të vritesh? Kush i shtyu? Unë me Sokol Ballën atëherë, i bie dhe më derit. Ka qenë... Se ti ishe me Ilir Metën atëherë. Ka qenë Spartak Ngjela, e pas Spartak Ngjela dhe Skënder Gjinushi. Jo. Tani se... Unë them drejtëm që kur erdha, nuk kisha asnjë lloj dëshire që të përballeshim në studio televizive bashkë për çështje politike. Por tani
të thuash që ata i vrau Edi Rama dhe përgjithsisht të flisni ju personalisht me gjuhën e Sali Berishës, jo vetëm për 21 janari, por për gjitha çështjet politike, them drejtën, më vjen keq, dhe jo vetëm më vjen keq për ty si person, por më vjen keq edhe për forcën politike, si një forcë e lindur si e majt, dhe që nuk u morë vesh ka ndryshuar. Nga ndryshoj. Po let ndryshoj, po sigurisht. Mendoj që përtej retorikës politike që duhet përdorur, unë mendoj që gjuha në një forme e dhunshme, e kopjuar nga lideri i koalicionit për Shqipërinë madhështore, Sali Berisha, nuk i bën der, jo vetëm forcës politike, po nuk ju shton asnjë vot, përkundrazi mendoj që do t'ju heq vota, sepse ti thuash një kolegu 5 herë për 5 fjali, duke përdorur termin pocaci, nuk mendoj që të shton vota. Përkundrazi kam përshtypjen që i shton vota ati, jo ty. Kaq mund të themun nëse mund. Nuk ti jeni sigur që jo vetëm si shton vota, jo vetëm nuk i shton vota, dhe nuk dua të merrem e thash, e pres nesër, e presin gjithë antarët që të jap sqarime për ato gjëra dhe këtu e mbyllim atë, por jo, këto akuzat financiare janë të rënda, me thonë vërtet. Të thuash të vërtetat siç janë, nuk është gjuhë e ashpër. Sepse ne po flasim për një ngjarje që ka të paktën 14 vite që ka ndodhur, për cilën drejtësia më thonë za e vjetër që ishte më e mirë se kjo e reja. Po përfshirë këtë të rejën që duhet ishte më e mirë se e vjetra. Që presupozohet ishte, por që doli më bërnut se jo se e vjetra, po se... Duke shumë drejt, absolutisht. Nuk i ka dhe përgjigje, atëherë më lejoni që unë këtë vlerësim ta shpres siç e mendoj dhe siç në fakt është, sepse unë jo më kot evidentova faktin, dhe këtë nuk e them vetëm unë, këtë e thonë edhe familjarët e viktimave. Pra të gjithë ata që luan në mish dhe ekzekutuan ato viktima, që nuk, për fat të keq, një ngjarje që nuk duhet të kishte ndodhur, sot i ke në krah të Edi Ramës. Pra gjithë familjarët, nga po zua të përmend emra tani, duhet ta dinë që gjithë ata që qelluan tek të afërmit e tyre, që shkatruan familjet e tyre, dhe për cilët Edi Rama u përbetua që nuk do, jo s'do shkelin administrat, por që drejtësia mbi ta do të bënte këtë e atë, sot i ka koleg, ju ka hedhur dorën i qafë dhe kërkon votat me patur përsime të madhe, mungesë të tekstuar morali. Ato kamerat pse u fshin, se kur ishte Edi Rama... Ai që ka fshirë kamerën e ke me lul bashkën sot tani. Po lema që na duhet tani mos i ndajmë. Që nuk duhet mua, po më falë, pse nuk është me ne ai? A duhet flasja ai pari? Po pse nuk është me ne ai? Pse kujton se Lulzim Bashën, ministrin e brendshëm të 21 janarit. Nuk flas për Lul Po Bashën. e justifikojmë ne apo si? Jo, flas Tani faktet çfarë treguan që Luli dhe Edi janë dy anë të as prokurori as tani mos të zgjat. Luli dhe Edi nuk e bëri Edi punë. Janë dy anët e të njëjtës medale. Kush e bëri? O sokol të ludhem. Po ta gjej pra e prokurori kush e bëri? Mirë pra tani të ludhem, i sekond. Ta gjej prokurori kush e bëri? Urdhër arrestet zonja. A duhet ta gjej drejtësia më ekzekutun apo dha ato e drama. Po zotëri, a duhet ta gjej drejtësia këtë punë? Erdhë urdhër arrestet që su ekzekutun, drama i pengoj. Mo zotëri dhe a duhet ta bëj drejtësia këtë punë? Po absolutisht më. Ha? Po mirë, moralisht ti që ke ardhur në pushtet edhe për shkak 21 janarit. Faqja zezë. Si mund t'i marrësh këtë? Si mund t'i marrësh këtë? Faqja zezë. Faqja zezë më Se Basha që kandidon shefin e grupit zjarrit, ka qenë ministri i brendshëm. Apo që kandidon një shefin e IT-s, ka qenë ministri i brendshëm i asaj qeverie. Në thoj za është justifikuar, është brenda kazanit vet. Ajo që ka pasuar 21 janarin, që ju me të drejtë po evokonin me gjitha detajet, është ajo që ka erdhi më pas. Unë mendoj që e vërteta më e madhe... O Skënder, unë po ta them dhe e kam thënë publikisht. Pavarësisht çfarë thot Tedi Blushi, Agron Malaj nuk ka shtirë mbi njerëzit. Agron Malaj ka urdhro. Pra moralisht, hajde, politika është perceptim o Skënder, nuk është dosje penale. Nuk po rrimët as te morali dhe as ke politika. Ne tani kemi një kërkesë si opinion publik
Ne duam përgjegjësitë penale të cilat nuk po dalin. Kaq pra. 100% dakord. 100% dakord. Po moralisht patjetër, jam me ju unë. Drejtësinë Edi Rama e ka përfyti, nuk do ta. Çka ka më se i ka shku 3 çeku grupi parlamentar. Absolutisht. Po pse i ka fut Altini ata? Po s'ka rëndësi më, s'ka rëndësi, rëndësi ka ama që Altini jo Altini, po soja po del nesër në zgjedhje me një listë disi më të pastër se e di çfarë juftoj? Se ca parti tjera. Fusni një kamerë të fshetë mbledhjet e Këshillit Bashkiak të Tiranës, aty në Klevermedet, dhe dëgjoni me veshët tuaj perceptimin e këshilltarëve të rilindjes që janë zgjedhur nga Aero Velia për Edi Rama. Na e bëri Edi Rama, thonë.